Situata energjetike në vend ka qenë në fokus të interpelancës së kërkuar nga deputeti socialist Erion Braçe për Ministrin e Ekonomisë dhe Energjetikës Nasip Naço. Gjatë fjalës së tij, Braçe tha se po ndiqet një praktikë korruptive me koncesionet e hidrocentraleve. Sipas tij, 99% e procedurave janë propozime të pakërkuara. Situata është shumë e rëndë, veçanërisht në këto praktika të dështuara, të përzgjedhur në mënyrë korruptive, pikërisht kompani të cilat nuk kanë as para, as eksperiencë dhe as përvojën e duhur për të ndërtuar dhe pastaj për të operuar me të tilla vepra. Një skemë e tërë ku sot ajo që është mbajtur penë është pasuria publike e shqiptarëve. Nga ana tjetër, ministri Naço ka siguruar për zbatimin e ligjit për koncesionet, ndërsa tha se do të merren masa ndëshkuese për ato kompani që nuk kanë respektuar kontratat koncesionare. Nga më shumë se 320 hece të dhëna me këtë procedurë konkurimi, rastet e ankimimeve në gjykat nuk i kalojnë gishtat e dorës. Besoj se kaq mjafton të flasim për transparencë. Do të pohoj para jush, se jo gjithçka ka shkuar sipas parashikimeve tona. Ka disa kompani koncesionare të cilat, nëpërmjet konkurimit kanë fituar të drejtën për ndërtimin e këtyre heceve, por që nuk janë përmbajtur detyrime kontraktuale. Përsëri deklaroj se jam i vendosur në qëndrimin tim se kontrata është e shenjtë. Ajo duhet respektohet nga cili do dhe duhet i përmbajt saj, pasi ka dhe sankcione ligjore. Për këtë rast e kemi iniciuar procesin e zgjidhjes së këtyre kontratave. Deputeti Erion Braçe tha gjithashtu se për shkak të blerjeve të shumta të energjisë, tashmë vendi ynë ka një faturë të lartë të borxhit. Kjo situatë, tha ai, ka ardhur si pasojë e menaxhimit të dobët nga qeveria. Vetëm në 3 muajt e fundit, nëntor, dhjetor, janar, Kesh ka bler 74,2 milion euro energji. Ka nisur të blejë me 60 euro dhe ka përfunduar të blejë me 2 fishin, me 118 euro. Ka bler çdo sasi dhe me çdo çmim, por duke refuzuar edhe oferta tjera.